Okej, erdhëm edhe ka filluar konsulta në studio, se mësa duke tiri këto kos që janë mirë nga qafa, nga cervikalja dhe nga hernia diskale. Gjitha diagnozat ja dha vetes tani. Bërë një muaj tani, po të shohim qa mund të ndreqim. Ke shpresa se jeri. Flasim sot për hernia diskale, dhe për gjitha ta që vuajnë nga dhimbjet e pashpjegueshme ndonjëherë të mesit, shkaktuar kjo ndoshta edhe nga puna që ata bëjnë, pozicioni ullur për orë të tëra, apo punë që mund kenë të bëjnë me ngritjen e peshave të rënda dhe fillojnë problemet me shëndetjen. Sa më shumë kalon mosha, aq më shumë shfaqen edhe këto dhimbjet, por sa mirë që ne kemi fizioterapistët dhe ekspertët e dur, mjekët e dur për t'i gjetur zgjidhjen problemeve dhe aq më mirë kur i kapim në simptomat e tyre të para. Kështu që flasim sot për gjitha këto. Paula Gjoshi, fizioterapiste, mirë se erdhe. Kënaqësi që jemi në studio. Faleminderit shumë që ke ardhur nga Shkupi fiks për emisionin, e vlerësojmë shumë. Tani ç'deshe një herë që ike ndej në Shkup. Pse na ike nga Tirana? Në Shkup për arsye familjare, zemre, kështu që do ndjekim pjesët e stadit etapit të tjera të jetës, kështu që për arsye jo profesionale, familjare, jam më shumë pjesë në Shkupit, por kjo nuk thotë që kam harruar Tiranën dhe kam harruar Juve. Po, as pak, që që vërtojmë shumë që ke ardhur. Kundër trafikut. Po, ja dhe diagnozën tirit, është vërtet që vuan nga hernia? Akoma në ekzaminime sipër me tirin, kështu që na duhet të flasim me detaje. E drejt. Flasim pra për hernien, edhe zakonisht manifestohet me këto dhimbjet e mesit, por jo vetëm kam përshtypjen. Duhet ke disa simptomat të tjera që na bëjnë të themi që po, ky person, ky pacient, apo ky njeri, ky familjar ka fiks hernia diskale. Cilat janë të simptoma? Hernia diskale është një gjendje që prek shtyllën kurrizore, kryesisht diskjet, që janë pjesë e shtyllës kurrizore. Është një patologji që haset tek shumica e njerëzve në një moshë të caktuar për shkak të aktivitetit të tyre ose punës që ata bëjnë. Simptomat kryesor, me që se përmend e pyetjen, është dhimbja që mund të ngatërohet shumë shpesh me një dhimbje mesi, por ajo që bën diferencimin e hernies është pjesa e iradimit, pra janë nervat që preken. Sepse nëse është hernie në zonën e mesit apo në zonën e qafës, pra hernie lumbare ose cervikale, ai disku që del jashtë kafazit të vet ose rreth jashtë unazës së vet do preki i radoj nervin. Dhe ai nervi është pickohet nga ajo përbërës që ka dalë jashtë dhe normalisht jep simptomat e nervit që mund të jetë ndjesi mizash, djegje, shkarkimesh elektrike. Janë këto. Këto janë simptomat kryesisht që mund të referojnë që ti mund të kesh një hernie, por diferencohet shumë në ekzaminim. Sepse tek pjesa e qafës ti mund të kesh simptome djegje, pirje, të gjitha këto por nuk e hernie. Shumë e ngatroj me qafën dhe me zonën e mesit. Simptomat janë të njëjta, por arsyeja e mpirjes mund të ngatrohet sepse te pjesa e qafës, mpirja e krahëve që mund të vi nga hernia, mund të vi dhe nga probleme të tjera që janë thjesht muskulare, që thjesht kanë zënë në grackë nervat dhe tufën nervat e pjesës së krahut. Dhe prandaj thash që është më e devotshme të bëhet ekzaminimi fizik për pjesën e lëvizshmërisë së qafës apo të mesit për të kuptuar se çfarë strukturë është ngarkuar dhe nëse mund të jetë një hernie apo jo. Po cilat janë simptomat e para? Pra dhe si mund të vi? E shkakton diçka apo edhe me kalimin e kohës të një pozicioni që ne qëndrojmë të një... Arsyeja madhore e hernies të pjesës shtyllës kurrizore është degenerimi. Pas një kohe, me kalimin e moshës, të gjithë plakemi, ashtu dhe muskujt tonë ose organizmi jonë domethënë degradon dhe degeneron. Dhe normalisht kjo është arsyeja kryesore. Unë dua ta shpjegoj pak më thjesht ndoshta, diskjet në shtyllën tonë kurrizore kanë rol kryesor për amortizimin, që në lëvizje t'i bëjmë sa më të lehta. Dhe ka një përqindje shumë të madhe ujë. Ky disku është bërë nga një unazë dhe brenda unazës ka një bërtham. Dhe në momentin që kjo bërthama, domethënë ndodh plakja natyrale, degenerimi, ndoshta edhe për shkak të punës që ne stimulojmë, ky disk del jashtë unazës dhe do preki nervat ose çfarë ka përreth. Dhe kjo quhet hernie, pra çarja e këtij diskut ose unazës. Dhe mund të vi thjesht si një dhimbje mesi, mund të nisi thjesht si një dhimbje mesi ose një dhimbje qafe, apo këto pickime, djegjet që thatë. Mund të vi thjesht si një dhimbje e lehtë që është në qendër të mesit ose të qafës,
por e agravuar është tek pjesa e mizërimeve dhe e djegjeve. Pra, rastet akute, nëse do merr rastin e Tirit për shembull, që tha para 3 javësh, mund mos të ishte që nuk flinte dot, domethënë nuk e zinte dot gjumi. Janë njerëz që nuk i zë dot gjumi në raste akute, nuk urrin dot në asnjë pozicion, ulur, shtrirë, domethënë është dhimbja aq e lartë dhe shumë e agravuar. Te pjesa e mesit bllokohen totalisht, nuk ecin dot, kurse pjesa e qafës nuk rrin dot ulur ose shtrirë. Dhe i kam parë më shumë nga praktika klinike pacientët që kanë hernie të qafa që vetëm gjejnë qetësi në këmbë, domethënë kjo është ajo ndryshimet që mund të kenë. Si mund ta diferencojmë një dhimbje qafe pra si pasojë muskujve, siç thatë dhe ju, që mbase mund të jenë pak të kontraktuara, apo një problem me pjesën e hernies diskale, që ndodh pikërisht në qafë? Diferencimi është vetëm kjo. Dhimbja është më e lehtë, më e menaxhueshme, trajtimi është më i shpejtë tek një cervikalgji dhe nuk ka pirje. Domethënë, nuk ka pirje të tipit të nervave, sepse ne nervat testojmë në neurodinamik. Neurodinamika bën të mundur që të testojmë lëvishmërinë e tyre. Nervat janë një të butë, siç është muskujt, ashtu siç ka tension tek muskujt, ka tension tek nervat dhe normalisht nëse ne kemi një hernie, duhet një kohë më gjatë rikuperimi sepse nervat tashmë janë prekur. Ka dhe hernie që quhet hernie shmorl në termat ton, është thjesht rrjedhje e diskut brenda vertebrës. Po kjo nuk është ndonjë problem madhor në kuptimin që nuk kemi pse e trajtojmë aq shumë ose nuk zgjat ai rikuperimi aq gjatë sepse nuk preken nervat, kështu që nervat nuk janë të prekura. Po në të dyja rastet, në rast se marr një masazh, pra dikush na bën një masazh, një profesionist mbase, na bën një masazh te pjesa e qafës dhe papritur kur kapet pjesa e muskulit, ne ndjejmë dhimbje, do kemi të bëjmë me hernie apo kemi të bëjmë me muskull, në moment, ajo mund të jetë edhe pjesë e ekzaminimit, që unë mund të testoj muskulin dhe unë thjesht shkoj te trigger pointit, e zona që është më e ngarkuar. Specialistët e dinë ku mund të prekin, që testojnë dhe pak a shumë tensionin e muskujt. Në momentin që unë ty të prek, qoftë për të ekzaminuar, qoftë dhe për të rehabilituar, nëse ti ke dhimbje, ajo është shenjë për mua që unë duhet të punoj në atë zonë. Por nuk është korrekte që qoftë dhe me një masazh, qoftë edhe nga fizioterapisti, terapi manuale, nuk është korrekte që të vazhdohet, të luftohet kundër dhimbjes tënde, domethënë dhe pse të ke dhimbje të vazhdohet. Duhet respektuar dhimbja jote në mënyrë që ai rehabilitimit presioni ushtrohet aq sa duron. Domethënë intensiteti i presionit është aq sa pacienti duron. Për mos e dëmtuar më shumë se ndonjëherë mund dëmtohet apo jo, nëse ushtrohet më shumë forcë. Mund të dëmtohet nga mënyra e rehabilitimit më shumë se sa dhe nga forca, sepse shumë specialistë zgjedhin forma të gabuara të rehabilitimit për hernien, që kjo mund të stimulojë akoma më shumë hernien dhe përhap më shumë simptoma duke zgjatur dhe rikuperimin. Por qartë, po flas, pyetja ime ishte kjo, pra në rast se prekim muskulin, edhe kemi dhimbje, këtu kemi të bëjmë me hernie apo kemi të bëjmë me probleme muskulare? Duhet diagnoza njërë, duhet ekzaminimi. Më duhet ta them që edhe kur prek muskulin dhe nëse ke hernie dhe nëse ke dhimbje muskulare, sërish është e njëjta simptom. Domethënë dhimbja e muskulit mund të vijë dhe nga cervikalgjia, mund të vijë edhe nga hernia ose edhe nga dhimbja e thjesht e qafës. Shiko Paula, zakonisht tek pacientët që janë të diagnostikuar me hernie, mjeku kryesisht i thotë që të mos agravohet kjo situatë, rekomandoj regjim apo pak ecje të lehta në ditë. Dhe shpeshherë nuk e përfshin fare fizioterapinë. Është kjo një neglizhim nga mjekët në këtë rast, apo ka raste ku fizioterapia nuk duhet përdorur tek këta pacient? Varet nga rasti, sepse shpesh shumë mjek nuk e japin rekomandimin, sepse ne nuk kemi fiziatër në Shqipëri që mund të ketë bashkëpunim shumë herë më të mirë me fizioterapistin. Kemi thjesht mjek patolog dhe të përgjithshëm dhe prandaj mungon dhe pak kjo bashkëpunimi shumë i madh me fizioterapinë. Përveç kësaj, varet nga rasti i pacientit, gjithmonë sugjerohet të shkojë tek mjeku specialist sepse në fazat akute ose të fillimit, kur kjo gjendja është shumë, dhimbja është e madhe dhe gjendja është agravuar, supozohet që të bëj pushim dhe trajtimi medikamentos, domethënë ilaçet janë shumë të rëndësishme në fazën akute.
Ka disa raste që edhe pse janë në fazën akute, mund të vazhdojnë fizioterapinë, sepse varet si ka simptomat nëse përballon. Dhe kjo gjithashtu zbatohet ose shikohet më shumë gjatë ekzaminimit, nëse ne shohim që mund të bëj fizioterapinë e përballon ose jo. Ka patur raste që nuk kam pranuar që t'i marrë përsipër, sepse gjendja është shumë e agravuar, kemi pritur të qetësohet dhe pacienti është shumë sensitiv, sepse kur kemi një gjendje të agravuar dhe kemi një pacient që është shumë sensitiv, ne ndonjëherë përpiqemi që ta lëm pak për të qetësohet për pak kohë, ilaç të bëjnë kohën e tyre dhe pastaj mund të hyjë për pjesën e fizioterapisë. Por çfarë ndodh kur, se tani për fat të keq ndodhin që her pas here ne dhe neglizhojmë pak problemet shëndetësore që mund kemi. Çfarë ndodh kur e lëm herniën diskale shumë kohë pa trajtuar? A mund na çojë kjo deri në një paralizë? Trupi jon ka një aftësi të mahnitshme rikuperimi dhe ka raste që shumë pacient ajo hernia mund t'i ketë kaluar qoftë dhe me ilaçe, qoftë edhe natyralisht vetë pas shumë kohësh dhe pas shumë vuajtjesh. Nuk ka lidhje mosha këtu, mosha? Varet edhe tek mosha, domethënë se ka njerëz që nëse ti ke pësuar 3-4 herë hernie, nëse vjen hera e 5, domethënë normalisht që është akoma agravuar dhe mund të shkosh në operacion. Por përmend këta persona që më shumë rehabilitohen pa fizioterapi, domethënë atyre mund t'i ndodhë ripërsëritja e hernies. Dhe në momentin që hernia përsëritet disa herë, sa më shpesh të përsëritet, aq më e rëndë është, sepse trupi është dëmtuar, trupi është më i dobët se ka qenë përpara dhe gjendja është më e acaruar. Ka raste që edhe nëse kanë bërë fizioterapi, ata mund të pësojnë sërish hernie, kjo sepse mund të kenë neglizhuar ushtrimet, mund të kenë neglizhuar këshillat, kanë vazhduar sërish sedentare si në fillim, punën si në fillim, dhe normalisht e ka agravuar dhe thash, nëse rikthehet sërish hernia, mund të rikthehet pak më e rëndë, varet sa më mban. Mund të jetë fatale deri te paraliza. Po, te paraliza domethënë që ti mos e ndjesh fare gjymtyrën. Që nuk ka më rikuperim pas? Varet, vetëm në rastet e aksidenteve, sepse mund të ketë hernie nëse ti bën aksidente shumë të fuqishme, domethënë dhe aty nuk ka ti vetëm domethënë kirurgjia është ajo që mund ndodhë rikuperimi dhe kjo është temë për specialistët për katës pastaj. Por kur thash pjesën e paralizave, se shumë njerëz përmendin që nuk ecën dot më, por nervi është aq shumë i dëmtuar sa ato zonë që i nervon nuk është më aktive dhe nuk ndje më në krahun, mund të vi kështu. Ajo mpirja e krahut mund të vi deri mos ndjerje fare të krahut dhe në mos urdhërim të tij që ti nuk e përdor dot. Dhe në këto situata ne na jep shenjë që ti duhet të shkosh ndoshta edhe për ndërhyrje kirurgjikale, ndoshta dhe fizioterapia nuk mund të ndihmojë kaq shumë. Prandaj përmendaj që bëhen testet në mënyrë që të shikojmë stadin në cilën hernia është nëse kemi një hernie dhe nëse pacienti nuk urdhëron dot duart, nuk kontrollon dot duart ose nuk rrit dot në majtë të gishtave ose në majtë të thembrave ose nuk ecën dot, këto janë shenja që përveç se mund të jetë një hernie nga mizërimet dhe këto problemet, mund të kemi dhe raste agravuar të saj që nuk i marrim dot ne përsipër. Cilat janë moshat më të prekura edhe ndikon dhe gjinia më pas, meshkujt, femrat? Mosha më të prekura është mosha e mesme, domethënë 35 ndoshta ose 40 e pak më lartë. Por, sipas studimeve është kjo. Në praktikën time klinike unë kam hasur dhe më shumë pacient që janë shumë të rinj dhe madje më të rinj se sa mua, 23 apo ku di unë, 18 vjeç. Ka qenë pacient që ka qenë dhe pa mbush 18 vjeç, ka patur një spostim shumë të madh për shkak të palestrës. Shkonte shumë shpesh në palestër dhe abuzonte. Nuk po përmend tani që mos shkojmë në palestër, nuk po e them këtë gjë, por të gjithë rastet abuzimeve edhe instruktori pak më parë që ishte këtu tha që duhet bëjmë shumë kujdes sepse mund të dëmtojmë shtyllën kurrizore nëse jemi të kujdesshëm me pesha. Nëse bëhen abuzime në ulje, ngritje të peshave, nëse ngrihen në mënyrë të gabuar gjatë qëndrimit ulur për një kohë të gjatë, jetës sedentare, këto janë arsyet kryesore që mund të shkaktojnë hernien. Ato që përmenda të rasteve janë raste sporadike dhe shumë të rralla, por ka dhe të rinj që kanë hernie, kështu që nuk është një diçka shumë larg nesh, kështu që dhe mosha e 17 vjeç mund ta rikuperojë më shpejt se dikush që është 40? Shumë më shpejt dhe gjithashtu varet nga sedentarizmi, sa aktiv është personi. Nëse ti je një person aktiv, aq më shpesh mund ta rimarrësh veten tënde. A është e trashëguar hernia?
Nuk mund ta them këtë, sepse shumica e njerëzve nuk është një shkaktar kryesor, mund të jetë 1 në 1 milion, por nuk mendoj që mund të themi që është shkaktar, sepse stili jonë jetesë është pak a shumë që ne mund të dëmtojmë veten tonë dhe degenerimi ndodhet gjithë. Po personat që janë pak sa më të gjatë se sa pra disa individë të tjerë, a janë më të rrezikuar? Ata në momentin që ne plakemi, ata shkurtohen më shumë se sa ne që jemi më të shkurtër, por kjo nuk do të thotë. Do më thënë është, por kjo nuk do të thotë që dhe ata nuk kanë predispozitim për pjesën e hernjes. Hernja shkaktohet më shumë nga mbi abuzimi që ti bën me trupin ton, qoftë i shkurtër, qoftë pak mbi peshë ose nën peshë. Nëse ti abuzon me trupin ton në mënyrën si qëndron ngritja e peshave, Romina, dhe mënyrë ka dhe raste që për shkak të aksidenteve mund të ndodhin pjesa e hernjeve, por që është diçka degenerative që mund të ndodhë në trupin ton. Paula, në momentet që këta pacient kanë këto dhimbjet, këto kriza, që me sa di unë mund t'jenë, mund zgjasin në 2-3 ditë një javë, pastaj kalojnë në një fazë pak më stabil. Në momentet që kanë këto dhimbjet, si mund të gjejnë ushtrime apo mënyra që t'i lehtësojnë pak vetes këto dhimbjet e mëdha në shtëpi? Në shtëpi, e para, nëse për pjesën e hernjes, unë mund të sugjeroja, e para nëse ka dhimbje qafe ose dhimbje mesi, që mund të jenë përfshira këto pjesa e mpirjeve ose mizërimeve që janë të gishtave, ose të këmbët, duhet të shkojnë te specialisti. Sepse nëse ti bën ushtrime, qofte edhe të gabuara ose qofte të sakta, në atë gjendje ti mund ta përkeqësosh pak më shumë, sepse hernja nuk kërkon që ti të bësh disa lëvizje, që do të thotë përkuljet përpara, që ti s'u po merr diçka, sepse ti mund të bësh një ushtrim, po do shkosh në kuzhinë për të përkulur dhe ajo do mund ta përkeqësoj, kështu që prandaj duhet të flas me specialistin që mund të të ndihmojë. Jo, flas në momentin që janë konsultuar dhe kanë marrë diagnozën dhe janë ndoshta në një trajtim edhe me medikamente, por ndërkohë kanë këto dhimbje në momente të caktuara. Mënyra e gjumit për shembull ose ndonjë ecje e vogël mund të jetë ndonjë zgjidhje që këta në lidhje me hernjen e mesit mund të sugjeroja pak a shumë ushtrimet e korit, ushtrimet forcuese të barkut, që thjesht mund të rrinë me fytyrën lart, shtrirë, mbledhin pak gjunjë dhe vendosin dorën tek stomaku dhe marrin frym tek barku. Në ato stade ti mund të aktivizosh korin, sepse kori është si një korse që shumica e gocave ose njerëzve dhe të moshuarit përdorin për stabilitet. Por kjo është shumë e gabuar, sepse ti do pëson më shumë muskujt në atë moment dhe prandaj aktivizon barkun tënd. Po për këto që marrin, janë këto krevate, që janë me pajisje, që bën një lloj fizioterapie në shtëpi, tip elektroterapi, çfarë quhen, rekomandohen këto? Karriget e masazhit. Ose karriget e masazheve, po. Nëse nuk keni hernje dhe thjesht keni dëshirën për ta patur në shtëpi, patjetër, por për pjesën e fizioterapisë, jo, nuk ndihmon. Madje kemi patur pacient që nuk është se ka ndihmuar, ka përkeqësuar më shumë. Për pjesën e qafës të ushtrimet në shtëpi, hernja nuk lejohet të përkulni kokën për poshtë. Gjithmonë nëse ti ke marrë një ekzaminim nga një specialist dhe je në rehabilitim, gjithmonë ne supozojmë dhe sugjerojmë gjithmonë që të bëhet përkulja pas e kundërta. Sepse ai disku që thash del nga unaza, del në pjesën e përparme dhe për shkak të përkuljes son, krusjes son përpara. Dhe ne duhet bëjmë të kundërtën, kokën pas edhe pjesën e mesit që bën si ushtrim e pas, në mënyrë që diskun ta stimulojmë për brenda. Po pozicioni i gjumit? Pozicioni i gjumit nuk sugjerohet, te pozicioni i gjumit ka shumë teori dhe në studime ka shumë teori se si ne duhet flem. Thonë që fytyra përmbys dëmton shumë dhe në raste normale dëmton shumë, por vetëm raste specifike të hernja, sidomos në fazë akute, të pjesa e mesit sidomos, e sugjerojnë pacientëve që të flen përmbys. Jo sepse do më thënë është optimalja, por në hernje kjo ndihmon shumë. Thash, disku del në pjesën e pasme dhe kur ne shtrim përmbys, forca gravitetit e bën që disku të shkojë drejt qendrës. Ka rëndësi nëse mbaj një këmbë ngritur?
ajo ka rëndësi sepse stimulon që ti të dalësh hernjen. Duhet jetë e ngritur apo jo? Jo, do të jesh vetëm përmbys në raste të caktuara, por thash ky pozicion nuk është optimali që në përditshmërinë tonë të jetë për njerëz që nuk kanë hernje, është i gabuar. Pra, në jastik në një gjë në mes? Mund të ndihmoj jastikët, por kush është ai që mund ta mbaj jastikun deri në mëngjes në vend? Ja, sa këtu duhet dalë, domethënë tani që po kujtohem, mua dhimbja më ka filluar herën e parë që unë vendosa jastik midis këmbëve, se kisha dëgjuar që jastiku midis këmbëve të ndihmon për një gjumë më të mirë e më të qetë. Sa po e vendosa të nesërmen u zgjova me një dhimbje qafë të njëshme. Ka lidhje apo thjesht koincidencë? Jastiku midis këmbëve është optimale dhe shumë suportuesi mirë të pjesës së ijeve të tua dhe tek mesi, por tek qafa duhet të shikosh pozicionin e trupit tënd ose jastikun tënd për të kuptuar nëse këto mund të ndikojnë. Por kjo mund të ndikojë shumë të rthorazit tek mënyra se si ti ke qëndruar, por është më shumë tek qafa, domethënë është jastiku dhe se si ti flen. Si mund ta zgjellim edhe për ata që po na dëgjojnë, cili është jastiku ideal për të pasur? Jastiku ideal në mendimin tim nuk ka një markë specifike, por thjesht është një trashësi, domethënë është mesatarisht në përputhje me qafën tënde, që do thotë për të gjithë ne mund të jetë ndryshëm, sepse largësia e supit ton është e ndryshme. Kështu që përpiquni që në momentin që ju të relaksoni kokën tuaj në jastik, e gjithë kjo zona e shpatullës të jetë e relaksuar edhe e mbushur. Të mbushet. Jastik i fortë apo i butë apo nuk ka lidhje? Mesatar. Mesatar. Mesatar, okay. Se janë të jastikët që vinë shumë me hark, janë që kanë... Janë sa që gjesë më shiten fix për këta pacient që mund t'jenë ortopedik. Unë jam më shumë tek jastikët normal dhe mesatar. Dhe nëse është shumë i butë, mund të zhytet koka poshtë, nëse është shumë i fortë, mund të rish si në gjëmba dhe nuk është fare relaksuar. Kështu që është preferencial nëse doni me hark apo jo, por gjithmonë sugjeroj në praktikën klinike që pjesa e supit thua. I shesht, po. Po personat që mbas vuajnë pak dhe nga kanë dhe qafën më të gjatë, pra pak më ndryshe nga... Kanë qafën e drejtë? Po, të drejtë dhe më të gjatë. Pra, kanë dhe ato probleme në sensi në zonën e qafës? Po, kush ka qafë do ketë probleme në kuptimin. Përveç gjatësisë, flas? Po, por të gjithë ne rrim shumë keq nga përdorimi i celularit dhe qafë të shkurtër. Pra janë dispozuar atë kemë pak më shumë probleme se ne që... E bukur është që thotë. Jo, sepse qafë e shkurtër ose qafë e gjatë, të gjithë në të përdorim celularin dhe gjithë ngarkojmë pjesën e... Ka fajnë telefon. Domethënë, qoftë i gjatë ose i shkurtër njeriu qafa, do jesh i ngarkuar ose ti do abuzosh me trupin tënd. Tani që po e mendoj, faktikisht është shumë e vërtetë kjo që thua se në gjë ankohemi, mbase nuk po bëj gjumin e dur, mbase ka diçka që nuk shkon te gjumi. Ndërkohë që gjatë gjithë ditës jemi këtu. Dhe pikërisht ajo lëvizje mund të shkaktojë ngarkesë muskulare, dhimbjen tënde të qafës deri në herën që ne përmendëm. Ose dhe qëndrimi ose pozicioni, sidomos për ata që rrinë në zyra, besoj gjatë ditës ulur. Qëndrimi i ulur është një ndër faktorët që mund të shkaktojë hernjen. Gjithmonë përpiquni të jeni në kontakt me specialistin, sepse hernja nuk është se një dhimbje e qafë që mund ta neglizhoni dhe ushtrimet bëhet kronike dhe mund të shkojë dhe fatale në kirurgji, po nuk është kirurgjia gjithashtu dhe zgjidhje, sepse shumë pacient thonë që okej, do bëj operacion dhe shpëtoj, por jo, kur ti bën kirurgjin dhe momentin ke jetën sedentare njësoj nuk ndryshon asgjë, herë një rishfaqet sërish, ose në tjetër vend, ose një nivel më lart, ose një nivel më poshtë. Kështu që nuk ka shpëtim, vetëm të ndryshosh pak stilin e jetesës. Pra e fantastike, faleminderit shumë që erdhe, shumë kënaqësi, jo vetëm për gjithë ata që janë 35 e lartë që morën këshillat, por edhe për ne të rinj që jemi pak të fare më poshtë limit moshës. Por ku diskutojnë këto muhabete, mua më filloi një pirje e qafe. Ne prandaj mezi po presim shkojmë reklama që ta pyesim çik privatisht komplikët të skafsi. I kemi reklama dhe vim pas pak. Faleminderit edhe një, ishte shumë. Faleminderit.